Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratave të laboristes Shabana Mahmud lidhur me dëbimin nga Britania e Madhe të 700 familjeve shqiptare të cilët pas refuzimit të azilit po vijojnë të jetojnë në Britani nga financimi i taksapaguesve vendas. Rama thotë se kjo thirrje vjen vetëm në një moment që Shqipëria dhe Britania e Madhe kanë arritur një marrëveshje tashmë të konsoliduar për sa i përket migracionit, duke përmendur këtu reduktimin e numrit të mbërritjeve të parregullta të shqiptarëve në Angli. Rama i kujtoi ministres së brendshme se fal punës së përbashkët intensive që nga viti i 2022-shit, mbërritjet e parregullta nga Shqipëria në Mbretërinë e Bashkuar pothuajse janë zhdukur dhe se kontrolli i migracionit ka funksionuar. Ai u shpreh se shqiptarët janë kontribues neto në ekonominë britanike dhe se numri i tyre që marrin përfitimin në Mbretërinë e Bashkuar është shumë i ulët krahasuar me komunitete të tjera. Sipas tij, ti veçosh ata në mënyrë të vazhdueshme nuk përbën politik, por një veprim shqetësues dhe të pahishëm. Rama nënvizoi se Shqipëria është edhe do të mbetet një nga aleatët më aktiv të Mbretërisë së Bashkuar në kontrollin më të gjerë të migracionit në Ballkan. Ai theksoi se Mbretëria e Bashkuar duhet të kërkojë mënyra më të thelluara për bashkëpunimin me Shqipërinë në të gjitha çështjet e sigurisë, nga mbrojtja të kontrollit kufitar dhe jo të fajsojë vazhdimisht shqiptarët, duke i ekspozuar qytetarët e një vendi aleat ndaj rreziqeve të shtuara, përfshirë ato që vijnë nga grupe ekstremiste që ushqehen nga narrativa të tilla. Ai përfundoi se politika zyrtare nuk duhet të udhëhiqet, duke theksuar se ky është minimumi që njerëzimi pret nga Britania e Madhe.